Për gratë në Shkodër ka ende shumë për të bërë, shprehet kështu drejtuesja e qendrës Hapa të Lehtë në Shkodër, Denada Shpuza. Ajo thotë se gratë dhe vajzat kanë barriera të pafundme për të përballuar, kur shumë prej tyre nuk arrin të shkojnë në shkollë dhe punë, ndërsa dhuna në familje vijon të jetë prezente, pa harruar edhe pagat që nuk janë të barabarta me burrat. Barrierat e grave në fshat janë shumë më të mëdha se në qytet, ku mungesa e transportit në Shkodër pengon gratë që të gjejnë një vend pune, shton Shpuza. Ne shpeshherë shohim në jetën tonë të përditshme gra shumë të suksesshme, por harrojmë se sa barriera dhe sa sfida ato kanë kaluar. Prandaj në këtë event ne zgjodhem për të treguar historitë e këtyre grave dhe vajzave. Pavarësisht përmirësimit të kuadrit ligjor të politikave në nivel vendor ka ende shumë për të bërë. Akoma gratë dhe vajzat kanë barriera të pafundme për të përballuar. Shumë prej tyre nuk arrin të shkojnë në shkollë, ka prej atyre të cilët nuk arrin të shkojnë në punë. Dhuna në familje vazhdon të jetë akoma prezent, por edhe dhuna me bazë gjinore, paga të cilët nuk janë të barabarta me ato të burrave. Ka shumë punë për të bërë, por megjithatë është e rëndësishme që të dëgjohet zëri grave, të jenë më prezent jo vetëm në jetën politike, por edhe në jetën shoqërore. Jessica Froku është një vajzë e re me aftësi ndryshe. Ajo tregon sfidat e saj në jetë, ku problem për të mbetet punësimi. Një thirrje e ka edhe për institucionet që mbështesin njerëzit me aftësi ndryshe. Kam kërkuar punë, nuk është më ofruar, ndoshta nga pjesa e pa lidhshmërisë, por besoj që duke u dëgjuar zëri jon, zëri i grave, zëri i femrave, do na jep një drejtë dhe do arrim diçka. I bëj thirrje institucionet të mbështesin njerëzit me aftësi të ndryshme, si nga ana materiale, por edhe nga ana shpirtërore, sepse vërtet dikujt mund t'i mungojnë këmbët, por nuk i mungojnë që të vazhdojë të jetojë dhe të shikojë për ditë nga një ndryshim në jetën e tij për një të ardhme më të sigurt. Në ditën e 8 marsit në Shkodër u organizua një aktivitet ku gratë dhe vajza treguan eksperiencat dhe sfidat e tyre.